Selamu alikum të dashur shikues të Radio Televizioni Liria. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Ta njohim të vërtetën. Ju falenderojmë të gjithë juve që jeni pranë ekraneve, keni nda kohën me qenë bashkë me neve. Si zakonisht, emisioni është drejt për drejt, ju mund të bëni pyetje në 046 2200 22 duke telefonuar edhe duke pyetur musafirin ton që e kemi në studio. Me ne në studio si zakonisht është profesor Dr. Shevqet Krasniqi. Profesor, selamu alikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, rahmatullahi, barakatuh, mirë se gjej. Allah të nderoft që ke nda kohën me qenë bashkë me neve, ndërkohë të dashur shikues, emisioni përveç që transmetohet nga Radio Televizioni Liria, transmetohet gjithashtu edhe nga rrjeti i Facebookut të profesorit të nderuar Dr. Shevqet Krasniqi dhe nga kanali i YouTube-s. Profesor, sot jeni kthyer prej haxhit. Inshallah Zoti e ka pranuar gjithat lodhje, gjithat sakrificë. Qysh keni kalu? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e madhëruar fillimisht për çdo mirësi dhe begati, ndërto edhe për këtë fars, për këtë shtyllë, për shtyllave të Islamit, të cilën Allahu kaq madhështore ka bërë, siç është haxhi. Pastaj falenderojmë të lartë madhëruarin që na mundësi neve të jemi pjesë e atij karavanit të numrit të madh të haxhive nga Kosova, pjesë e karavaneve të shumta nga mbar bota, ta kryejmë edhe një haxh, të cilën besoj që do ta mbajmë mend për një kohë të gjatë. Kemi kaluar se që është më së miri, më mirë se sa që kemi menduar. Unë paraprakisht, për faktin se kam bërë haxhe shumë herë, paraprakisht kam qenë i përgatitur nga ana psikologjike, por pse edhe nga ana fizike deri diku, për ecje të shumta, që haxhi do të jetë i vështirë, duke menduar që ka qenë herave të kaluara, por kësaj radhe më ka dalë shumë më lehtë se sa që kam planifikuar, apo se sa që kam bërë mend. Kështu ju ka dalë edhe të gjithë haxhive. Ata që kanë qenë më herët, edhe ata që nuk kanë qenë më herët, kanë qenë për herë të parë, por kanë dëgjuar se haxhi është i vështirë. Se haxhi në parim është i vështirë, por këtë vit ka qenë jashtëzakonisht i lehtë. Andaj e kemi përjetuar shumë, shpirtërisht, emocionalisht, dhe unë kam shkuar me atë niyet, me atë qëllim, duke lutur Allahun që të ma mundësoj për pas që ta kryej si detyrë obligim që kam bërë për vllahun tim, rahmet shpirti i past, Allah e pas më shëruar, përballë saj dhe ta ndjej ambëlsirën e haxhit, veçanti ditës së Arafatit, e cila është dita më e madhe në vit. Ta ndjej tavafin rreth Ka'bes së bekuar. Dhe elhamdulillah Allahu ma lehtësoi më ndjej atë ngrohtësi të haxhit, se që vërejta dhe tek haxhit e tjerë. Kështu që vërtet ka qenë një haxhi mrekullueshëm, me njerëz të mrekullueshëm, e haxhit krejt janë njerëz të mrekullueshëm. Dhe shkojmë me bo edhe më të mrekullueshëm atje, ende më të mrekullueshëm, dhe besoj që kanë më kthy të tillë, më të mrekullueshëm, më të mirë sa që kanë shkuar, sepse për frytëve të haxhit është që haxhiu të kthehet më i mirë se sa që ka shkuar. Unë kam qenë tonë kohën me haxhit të Kosovës, që më të, prej 2004-ës, nuk kam qenë tonë kohën prej hypjes në zbritje, prej nisjes në ardhje, me haxhit të Kosovës. Dhe atë në 2004 kam qenë mysafir të Emiratit, ka pas një tretman të veçantë, por mund të them prej kur kam qenë student. Nuk kam qenë gjatë tërë kohës me haxhit të Kosovës. Them të vërtetën më kishte pas marrë malli me bo haxhin me haxhit të Kosovës, dhe si një ndjesi shumë e ngrohtë ti je bashkë me ta. Dhe ata nuk e kanë ditë, po pakosh as familjarët e mi, shumica shumë nuk e kanë ditë, jo familjarët e ngushtë, por rreth e gjanë se kanë ditë që bashkën haxh, sepse në fakt se kam ditë asën që bashkën haxh sigurt, shkak vize, andaj se kam botë madhe,
Por për moment që nga pa në aeroport haxhite, gjatë tonë kohës atje në për kemë pas në dy ndërtesa, haxhit kishin qef shumë me najt me mu përshëndet, m'ju fol, m'ju dhon këshilla, mu m'vet. Dhe kjo për mu është një kënaqësi shumë e veçantë, sepse ajo është fushë eme, është një ndjesi që unë nuk e paguaj me kur gjë, nuk e ndroj me asgjë. Andaj qëndrimi me ta gjatë tonë kohës ka qenë vërtet një ushqim i fortë shpirtëror dhe një kënaqësi e veçantë. Shumë haxhi kanë qenë për diasporës të cilët për herë të parë më kanë pa. Shumë, jo pak. Po edhe të Kosovës, të cilët për herë të parë më takuar me ta, të moshave të ndryshme. E ka qenë një madhështi tjetër, një specifik tjetër haxhit 2025 ku shumë të ri. Specifik tjetër shumë gra, motra, ku një krahëzaja me haxhit të cilët i kanë bërë në gjatë viteve 90, parat 90-se. Ku shqiptarët nuk e kanë marrë gratë me vetin e atë kohë me bë haxhillok. Dërsa tani është bën një kulturë dhe kjo është shumë i mirë, me marrë dhe gratë me veti, ja kry grave haxhin, edhe nëse nuk e kanë obligim sheriatik, pra nëse kanë parat e veta, derisa burri ka biznes, ka idare, ka që zoti, bën ja grus haxhin. Bën ja grus haxh sepse të kthehet edhe në shpërblim edhe të kthehet në investim në familjen tonë, në raportet familjare të tjerë, dhe kjo është duke ndodhur tash tek shqiptarët, elhamdulillah për Zotit. Dhe kjo pra qëndrimi me ta gjatë tërë kohës ka qenë një ngrohtësi e veçantë që nuk do ta harroj për një kohë të gjatë. Organizimi nga ana e Bashkisë Islame për mendimin tim ka qenë i shkëlqyeshëm. Organizimi i Bashkisë Islame ka qenë i nivelit të mirë, nivelit që ja vlen për më falenderu. Organizimi i shtetit saudit atje ka qenë i shkëlqyeshëm, më mirë se kur dhe herë më parë. Më mirë se kur dhe herë më parë. Unë kam bërë haxh në Mysafir të Mretit, siç thash, 2 herë ose 2 herë më duhet kanë qenë në Mysafir të Mretit, si përcjellës i udhëheci haxhive, si udhëheci haxhive. Një herë si student, një herë piktuit kam shku. Kam qenë mysafir i ministrit të haxhit 2015, që ka qenë haxhi më i veçantë. Por prapë se prapë, më lehtë e më mirë se sa në këtë radhë, nuk kam parë asnjë. Sepse organizimi ka qenë i shkëlqyeshëm. Organizimi i qeverisë saudite, i ministrisë së haxhit, i organeve të sigurimit, prej aeroportit derisa na kanë përcjell, ka qenë për çdo lavdat. Ata këtë vit e kanë dëshmuar këtë vit se dinë dhe mund më organizu dhe inshallah do të përcjellin apo do të vazhdojnë këtë sistem të shkëlqyeshëm të organizimit. S'ka shtyrje, s'ka vdekje, s'ka njerëz në për rrugë, të cilët flajnë, të cilët ulen me poshuën diellin, nuk ka. Cilën kërkon diell. Diçka ka qenë fenomenal. Ajo që falenderohet shumë qeveria saudite është edhe fakti që këtë vit masat shtrënguese kanë qenë të mushet menja identik në koronë. Në koronë, a ke mujtë me dalë pishpis, në rrugë kër ka dalë, ka këthyje, veç nëse ke pas në një lije speciale. Forcat e policisë në çdo sakak, çdo skut, në xhami të Ladës më shku, ndalo që të lejen që je haxhi zyrtar. Përndryshe në vend kapin. E që në kupton nxeze nuk ka haxhisive, s'ka pas asnjë. Dhe gjithmonë këta kanë bërë atë pështjellimin e madh, kallabllokën e rrëmujën e madh kanë kriju këta, gjithmonë. S'ka nxeze asnjë. Dhe kjo nuk ka përjashtim për askënd. As saudian, as jo saudian, as për asnjë njeri nuk ka përjashtim. Pra ka qenë një haxhi shkëlqyeshëm, elhamdulillah për Zotit. Jam munduar me qenë hafër haxhive, me këshillu haxhit, me testu nga pak qebesa që shpendjen emocionet e tyre, ndjenjat e tyre, apo mërzitën si ora bukur gat me nejt, jetë gati një mujdit pak, gati një mujdit, 3 javë më shumë. Por në të anë ka qenë kështu, ka qenë shkëlqyeshëm elhamdulillah për Zotit. Besoj që të gjithë haxhit i kanë këtë përshtypje që kanë me dhënë deri tek pritja në aeroport për mu ishte diçka madhështore, e prit që ishte ndalë gjithaj njerimin, e prit atje natyrisht se na jena popull që jena të lidhur me vetë shumë, elhamdulillah për Zotit shqiptarët
dhe kjo sen shumë i mirë, një njëri dalë presin 20 vetë, 20 vetë dalë presin një njëri, një haxhi, me atë brëhëritje, me atë tekbire, me senet mire e këshim përgadit shumë ata se përgadit më koordinu, por se cila familjeve që veç, ama dul diçka madhështore për mendimin tim. Elhamdulillah pe Zot, pe policisën atë në raporte deri tek deri tek familjarët, Zoti shpërblet të gjithë. Kështu që elhamdulillah pe Zot ka qenë një haxh i shkëlqyeshëm, lutë Allahun e madhëruar që na ketë pranuar të gjithë neve shqiptarëve dhe haxhive të botës, e që haxhi është një kongres madhështor i veçantë, ku s'ta ka kërkush në botë ashtu. Kërkush në botë nuk ta ka. Në Rafat për shembull ishte diçka për mua për herë të parë, ishte diçka mahnice. Në Rafat çdo gjithkund ishte mirë shumë, elhamdulillah pe Zotit. Falëndrimi ta kanë sipari Allahut, pastaj të gjithë atyre të cilët kanë kontribuar në çfarëdo forme qoftë që ky haxh të rrjedh në këtë formë të mirë, të shkëlqyeshme dhe me gjithë inshallah Allah është i kënaqur ja Rabbel Alamin. Amin. Profesorin dëgjues pyet thotë, a ka ndonjë shenjë që shfaqet tek ata të cilët e kryejnë haxhin se ju është pranuar haxhi? Se kanë kalim the pak më herët, thash haxhit janë të mrekullueshëm, shkojnë kthehen edhe më të mrekullueshëm sepse pe fritëve të haxhillokut është më ardhmë mrekullueshëm. Më i mirë e që nën kupton pe shenjave të pranimit të haxhit është që të kthehen më të mirë se sa që kanë shkuar. Edhe këtë pikë na mundu më fokusu bukur shumë. Shumë nëse shehet dikën që për ndohan. Shumë kam lëbu kundër dohanit. Sa që më është dash dikuj mi kërku halallok, mi kërku fali më se rëndova. Gra e burra, se të në edhe gra, të biri shqiptarkat edhe motra tonë e për ndohanit. Kam lëbu shumë, ka ju kam folë motrave, ka në shesha të për ndohanit, ka në shesha për laznive, trije, pleqe, ndryshav pak. Ose nga ana emocionale, shpirtërore, shfryzën ditën e Arafatit, për ndohnit e Allahu, zbot një zemrat ndaj njerëzve, në tonë, natyrështë, se cili grupe ka hoxhën e vetë, edhe hoxhëllarët i kanë këshillu në stap haxhit, elhamdulillah pe Zotit. Nëpse haxhit janë të para përgatitur në para se me shku, ata deri diku i dinë senet, i dinë rregullat e haxhit. Pra prej është shumë e rëndësishme që haxhiu si fillimisht ta ndjejë shpirtin e vet. Ta ndjejë shpirtin e vet se ka ndryshuar. Ai nuk di me thonë ka ndryshuar, pa e shpreh me këtë jam kënaqur shumë, s'kam pasi përjetimi kur pjavleke me shku, si shte parja, kur gjë. Po do sa njerëz të kanë pyetur 3 vet, 2 vet, 5 vet, në familjen ka klientë dikun ishin 9 veta, dikun nuk di ka kanë 8 veta, të këtë Prishtinës hertës, qëta po vllaznia, të 4 vllazën, 9 me gra, me një motër, edhe plot i tjerë, ta shty pyet njerëz të më nuk ka pak me, jo me provoku, por në atë kuptim, e tërgu madhështinë e haxhit edhe keni ardhur 2-3 veta, ose ka ardhur vetën. Adhrimin pare që ardhur. Edhe këtë pyetje apo isha. Të nejt me njerë, sepse këtë ko ka nejt shumë me haxhi, ceka dhe me herët, të gjithë, pa asnjë përjashtim, të gjithë e ka një përgjigje, për jetë. Nuk ka allëtim më të ëmbël që kemë përjetu, ja kish vlerë më të me ardhë, nuk ka rrugë më të mirë, nuk ka një anë e theke, që të parë kësha pas halal, shala ka halal krejt, theke o zëtë që të parë kësha pas halalone, që jërë dhe këtë ven, e ka të shumë këllaqë. A në fakti ka halal krejt, së një biznisin e tina, por e ndjen madhështinë e haxhit. Andaj, sa do që çmimi i haxhit e shtrejt për dikend, apo qënë pesha nuk qënë pesh, është paraja më halal, në të fjallorin e popullit tonë është, e cila ipet hargjohet. Dhe që kur për jetë, jo më së pak, se më së pak ti bje që i bje pak peshmani, por kur për jetë nuk i bjen peshmani, as 1% që ka shpenzuat para për qatë rrugë. Njeri ka nërë financiar, investon parat më dhapët, vogële përpëndohet në farë mënyre, ndërsa për haxh, asë njerë thëtë pas kanë qenë parat më të mira, rruga me e mirë, udhëtimi më i mirë, se pas në di që ka që mirë, që është ka që ëmbël, që është ka që kënaqësi e madhe. Haxh, la ilahe, veç Allahu që ka bërë haxhin e tillë. Elhamdulillah. Inshallah Zoti e ka pranuar cilën lutje që keni bërë profesore, presim telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Selam aleikum edhe për hoxhën e nderuar.
Allah ja pranoft haxhin, e kom pa intervistën RTI kur e ka dhënë në momentin kur kanë zhdryp haxhilert. Qa që ka ra nuri hoxhës, qa që ka ra ajo drita në fytyrë, o Allah. Allah i ta pranoft hoxh. E kam një pyetje hoxh. Po. Alo? Po dëgjohesh, urna. Unë hoxh jam motër që fali 5 vaktin. Po, kove të fundit hoxha është më shqetësu koha e namazit të sabahut. Nuk po ndëgjoj hoxh alarmin. Edhe kur po bi me flajt, po i tham kule udhat, pi tham gjithë, pi tham Allah u lanë, pi tham pe baj dhikrin, edhe po bi me flajt. Po hoxh une jam vuaj prej anemisë. Unë mëj me thonë, po bi 11, po dejnë 12, një bat, nuk mëna me flajt. Edhe qëta shti unë hoxh jam e shqetësu me qëfar dënimi unë mëj me pas për na dyjan, kur unë nuk po mëj me falë sabahu në kohën e vetë. Kur qona në mëngjes, 8:30, me njëherë unë e marrë abdes edhe e fali namazin e sabahut. Edhe hoxh, kur unë nuk i fali vaktet kur t'janë që bezam akshamin, ka orë musafiri, dhe s'unë e fali unë akshamin, unë nuk muj me pas koncentrim, se muj po bona nervoz hoxh. Edhe jacin kur të se fali me ko, edhe i qinin kur se fali me ko, a mënesh me më tregu, a janë cytjet shejtanit këto, a është sinceritetin që e kam shumë të madh me namazin tem, a qka është në pyetje hoxh? E selam aleikum prej meje e natën e mi. Aleikum selam. Amen, falenderit, të Zotit të rujt. O i ndërunë, Allah të në gjenet qoftë, ja Rabbi. Të janë nisë me namazën e sabahut. Me selin vetë. O të i dulë të namazë e akshamit, thët me pas më safer, u mik namazë. Për 3 minuta. Lutem. Asha Zotë, ledje mreti Saudis, dhe namazë të akmëllon. Jo dhe djenë presidenti Amerikan, mbreti Britanez, ako është dhe në këtë dynja, dhe namazin nuk të alo. Jo nuk të alo namazin. Funja para më safrë që aty, nëse s'kam të kënë tjetër. Ja këthej bukën njës, më të mësitër më safrë të, ja i mëselin veti është, ja këthen bukën më safrë që aty, ju bëhët mirë, falin 2 minuta, top. Marë si ka që. A që ke punë. Kështë që e mëtër, Allah në gjennet qoftë. Namazë sabahut. Namazë sabahut. Me selin vete shka këgjumi të randë. Allah i madhrua ka thonë, ëqim salat e li dhikri. Fale namazin, me më përkujtu mua. Në komenti këti ajeti koranor, gjenë mendimet të ulemave, të cilët e fusin me selin e ati i cili flanë sabah, nuk i delgjumi, që të këtë ajeti koranor. Sepse nuk po në përkujtu Allah nga se flajtë. Edhe këtu kanë thonë ulemat. Kanë si këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Men nasiyan salatin, men naman salatin. Au nasiha, falyusalliha idha dhakaraha. Kush flan ndaj ndonjë namazi. Pra kujt nuk i del gjumi fjallorin ton. Kujt nuk i del gjumi për ndonjë namaz. Apo e harran me fal namazin. Subhanallah. Kërë këshirorën, ora 6, ose 5. 5 e që një. E dreken, ko për mu. Pas këmë harru. Ose, me kanë me thonë më otra, këndodhë, kërë di më safert, a që me preokupuar, se dikush vetë është e preokupuar më safer, e kap stresi, dikend, a që është e preokupuar në do një motër, sa që e kap stresi atë, qysh me prite, qysh me inderue, që është dikush e vetë është, shumë është e preokupuar, edhe preokupimi diqka të harrën diqka, të bërë me harru diqka.
Dhe gjithmonë njeriu kur është i përkëpur me diçka harron diçka, për shkak darsëm. Kur të kryej darsmja, njeriu fillon me mendu pas e ti shkalum, të kalum të nisat ku për muha, pas këm harru me thirë këta, pas këm harru këta, pas këm harru këta, po pas më harru dhe qëta, se ka qeni përkëpur me diçka, ka harru diçka, ose në vdekje, ka njëherë mikun në ngusht të vdekurit, nuk e thjerë vdekje. Sepse ka qeni përkëpuar me gjenaze, pra njëri përkëpuar me diçka nga ana psikologjike, kështu është i krijuar insani, përkëpohet me diçka shumë, harron diçka. Andaj me thonë se kam qenë e përkëpuar shumë, apo ndodh këtë të jem përkëpuar shumë, e ngarkuar shumë, me mësafer dhe harroj me fal namazin, Allahum falt, hahet. Futet mbrana hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që se ka më herët e që ulemoja futën në këtë ajet koranor, kur robi flan, nuk e del gjumi, apo harron. Pejgamberi po ta fal namazin kur të kujtohet apo kur të del gjumi. Ose ajeti koranor i lart përmendur. Andaj kanë thonë në ulemat, nëse robi i merr të gjitha sebepet sikurse motra për me zhurmë mëngjes. Nëse robi i merr të gjitha sebepet, jo disa, përsëris të gjitha, bjen herët me flajt, nuk mund thuaj ka marrë sebepet me falë sabah një në ora 2 me fjet në ora 4 sabahu. Jo, ti ke marrë sebepet mos më qu. Ti s'ke marrë sebepet më qu. Ti ke marrë sebepet mos më qu për sabah. Jo, ti bën të ke marrë sebep, se ke marrë sebepet e plota ti. Jo, ndodhe pasqare, më nejdi në ora 2, merë masa shtesë. Mos i besëv vetës tande, merë masa shtesë. Thuj ati që kinë dhomë, thuj motrës tane, thuj nanës tane, thuj shoqës tane. Thërëm telefon. Lej du të rezile ranë telefon, du të alarma telefonit. Në mënyrë që t'jenë masat sa ma shumë, apo të marrë ora në nivel më të duhur. Krejt nëse këtu të dështojnë, Allahu në ruajt, atëherë, kur të del gjumi që është e falë. Tash është një mesele tjetër. Ka dalë gjumi pas i lindi dielli. Shanë dënë gjumi në ora 5. 5. Ka li dielli, shku ngrit nalë, tash. Thua, pas ka dalë gjumi, pas ka ikë sabahën, 5 gjatë dhe gjysore, për fledhe një orë se e me latë. Ja, kemi që më falë me njëherë. Sepse Allah fëtë, iqimi salat e li dhikri. Që falë namazë kër vjen men për mu, kur të vjen vetë dia, kur del gjumi që përmen Allahun, që bënë mu ibadet përmen e emrin tim. Dhe pejgamberi pa thët, kush flan për ndonjë namaz, apo harron ta falë kur të vjen men, respektivisht kur të del gjumi me njëherë. Dhe në përvash dhe gjumi dashti, që falë namazin. Tamam? Dhe bën dua, Allah me ta letu, ke për sabah. Ndërsa për këtë tjerat më ote nuk kanë regull, ke punë me thonë, po mik dreka, po mik qenje, po mik akshame. Allah e të rujtë dasht, por kjo nuk është në regull. Qëta, mës e falë veti, mës e përsërit, e të thash me herë le djenë kush dënë mësafer në këtë dënja, namazin kam falë. Mesela është më e shty pak me herët, pak më vonë, prej kur hin akshami, jo dhe të atësia, jo nuk e la gjgat akshamin, me hafer, por më një gjësore 3-4 minuta e japi luft, a më me la akshamin për shak mësafer e ty bën të alash. Allah e të rujtë e motër, faleminderit. E presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Mirë mrama, selam aleikum hoxha, selam aleikum motër, rujtë zotje. Amin, inshallah, urdhëni. Një qytetar nga diaspora, një heret i përshëndes të gjithë besimtarët ata që kanë qenë haxh, ja pranu të Allahi Amen. dhe ju qilt rruga e mbarë, anë mban, ata ku shkujnë dhe gjithat mira familjen e tyne që kanë kry një amanet që duhet. Kështu që hoxh desha të përzoj për punën tonë, për detyrën tonë që bën si përmes emisionit, si përmes dhonjes që bën të në xhami që jep që me thonë sim atyne që vinë për me ngue në xhami. Kështu që unë e veç kam respekt për ty, vetëm një 2-3 pyetje kam hoxh, që to lufta që në të bë hoxh, që ta menja hoxh, a gjëna më dhjetë gjithë këtë gjak,
gjithë kë viktima që të shku gjda në Palestina me këtë Irakën, po dhe Rusia me Ukrajinën. Kështu të hoq, ku të shku gjithë që ta është Evropa? A mundet mu nalë një herë kjo gjakderdhje për krejt ata popull që pa qysh me thonë, pa haj gajrak që shkojnë në dynja pa pas ku gjëfaj. E kështu hoq, edhe një pytje, a gjëna hoq me marë kredi, me hi kredi me fate, me dhonë dikonasë me marë kredi. Kom nisi a gjëna, veç desha me të pyt hoq edhe ty. Jo falenderoj, e me natë mirë, e kaloshin mirë. Selam aleikum, hoq. Aleikum selam, Zot ju rujt, gjithë mirat. Faleminderit. Allah është përve falemderit ku kam të haqjit harrova, ta shkoro, tha kë shpreset këthejnë mirë është në sharahat të gjithë, në familjet e vetë, më kujtu, kërkujmë fali harro me të sekë që një nga ka vdekur atje në një haqjive është rës. A e gjeli kështë të pas, kënë vjen e gjelit me dekë insani. E Allah ka thonë, va ma të dri nefësën, bi eji ardin të mut, dhe asë një shpirt, nuk e di se ku në cilin vend ka për të vdekur. La ilaha illallah. E ati kështë pasar vdekja atje, edhe vdeq ati ku është dash me dek, ku është caktu me dek. Inshallah Zoti e ka mëshiruar atë, e ka pranuar veprat e mira, e familjes e tij sabër dhe gajret e i bashkon në xhenet. Sa përket kthehemi tek pyetjet e të nderuarit, Allah shpërbleft vëlla për fjalët e mira, Zoti të rujt. Allahumma amin, Allah inshallah na shpërblen, sepse atë e kërkojmë ne. Dhe çdo musliman duhet kërkoj shpërblimin të Zotit për punë që i bën në këtë dynja. Burri, kur përkëdese për gruan dhe fëmijët e tij, duhet kërkoj shpërblim të Zotit. Gruaja, shërbimin që ja bën burrit, shtëpisë e tij, duhet kërkoj shpërblim të Zotit. Mësuesi, kur të mëson nxënësit, duhet kërkoj shpërblim të Zotit. Polici që ruan rendin dhe sigurin duhet kërkoj shpërblim të Zotit. Ushtari i cili është i pare, i cili është i gatshëm të dhanë jetën për të mbrojtur vatanin, për të mbrojtur parimet qiellore të domosdoshme, duhet ta kërkoj shpërblimin të Zotit. Dhe kështu me radhë çdo njeri, deri tek hoxha. Sepse ai është mbi të gjitha. Është instinkti i njeriu, na duhet jemi më des feja na mëson dhe të jemi shumë të sinqert. Është instinkti i njeriu që kur dikush të përgëzon, ta jap ndonjë kompliment, ta flet ndonjë fjalë të mirë për punën që e bën, ty t'jeni mirë. Për shembull, gruaja më tha faleminderit të njeri, ose burri më tha gruas, Allah shpërbleft këtij gru, i vjen mirë asajna. Apo fëmijë më than babas, baba Allah shpërbleft, faleminderit që ma bleve këtë, ma plok të cokit, dëshirë baba e bën ashtu për fëmijën, por instinktivisht. A nëse baba nuk e bën me than faleminderit, por nëse thot fëmijë babës i vjen më mirë, ose policat e cilë rënë tonë ditën në vapë të madhe, se ta policia në haqit se ka pak më heret. Që dhe më thome nejtë, 8 orë në djelë polici. Po të kënejme nejtë komunikacion, ose në rrugë, ose ku ta dione. 8 orë me nejtë këtë vapë, ose në ftaftë madhe. E ka nevoj për falendërim për neve, po mbi gjitha, le ta kërkosh shpërblimin të Zotit. Dhe kështu më radhë, andaj edhe ne kërkojmë të Zotit, inshallah veç është i kënaqur. Ja Rabbel Alemin, e tani për njerëz, elhamdulillah, për Zotit Allahu na ka dhanë më shumë se sa që meritojmë gjithsesi. Unë jam shumë falenderues qytetarëve të mi, vllaznive, motrave të gjithëve, të cilët gjithë këtë respekt më bajnë, kudo që shkoj, pse këta që isha në haxh, po deri të ky vllau këtu, nuk e meritoj, por kjo është për mirësisë e tyne, për
prej sinceritetit të tyne, për imanit të tyne, Allah është përbleft të gjithë. E neve ne prenofti madhe, Zotë na bëftë më të mirë sa që jemi. Puna kamate se ndërua, shkëm të pytet konkrete, mës të zgjasëm, kemi të cekër sa herë, vllak. Kredit ndash privat, që quaj me dhon pare me fajde, ndash nëpërmjet bankës, ndash nëpërmjet ndonjë mikrobanke, ndash emnin se të dushin gjithja, nëse në te ka kamat, fajda është haram shariat. Dhe vetëm shariatin tonë, pa është haram fin shariatin e të krishterëve, shariatin e qefotve, krej legislacionit qiellore, kur për jetë kamata halal nuk ka qenë. Kur për jetë kamata halal nuk ka qenë. Ja kanë lejuar veti, pa halal s'ka qenë. Ja kanë lejuar veti të krishterët, qefotet të krishterët, ma di qefotet e kanë një parim, mes vetë nuk japin kamat, me të tjerët. Të krishterët e kanë bë halal krejt, ja kanë lejuar edhe një pjesë e muslimanë veti, pa i mbetet haram. Pse kanë leju, nuk do të thotë që bëhet halal, haram është haram. Haram është haram. Andaj ai i cili ka frikë të madhe në Allah, edhe e bëmen se ka me dalë para Zotit. O Zoti ja. La ilaha illallah. Cile më shelë sytë vjen kohë me dalë para Zotit. O Zoti, shikesha njerëz në të Arafat atje. Me dy qarshafa, një nalë, një poshtë, qarshafa, i harama qarshafa. Pa i qefina? Qefina është braj? Nuk ka momente që i përngjan më shumë qefinit gjatë jetës e njëri se sa i haram se sa Arafati. Nuk ka ditë që i përngjan ditës kiametit më shumë sa ditë Arafatit. O Zoti, o Zoti, o Zoti. Sot jem dënja, mbyllë sytë, hapi sytë, jenë ditë kiametit. Qëka që ke po? E ta në ku e kanë? Ku e kanë? As ka razidjeli për tyja. Kuj po të meti, a më ndohë si ke puna hajgare? Ke më ndu që hajgare, hajde del hajgare tash, ngrahe, shikaj që shpat del. Andaj robit cilë, besën ditin e kiametit hak. Kamata është vije kuqe, për robin, qëfar dë formi qoftë. Se për këtë luftrave në lindje në për Evrope, kjo për gjithësaj, o Zoti jemi dashtë njësani kërnalet të mendon për të luftrat. Të merri Zotit. Pastaj por, kër e kujton pastaj, thënit e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, se të afru kiameti, të shtue vrasje, këthret el hërgj, vrasje, kanë qka është Rasulullah, el qatel, ka vrasje. Atë shumë shtohen vrasjet në fund zamanit, sa që shka në hadith vërtet, la edri l-qatel lime qatel, o l-maqtul lime qutil. Vrasje se nuk dim pse vrajte zdi. Nuk di thët. E mëritoj, ty bën ashtë aje. Po pse vrajte? Zdi thët. Ma nëzani udhen. Ose këtë. Dhe ai që vra, me pyt, e pse, që ka bone që vrave nuk di me kalëzu. Atë shumë derë dhe gjaku. Kjo në përgjithësi e në veçanti tek muslimat. Fitnet më dha, sprovat më dha. Dhe kjo tek muslimat është edhe vërtetësi e hadithit të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. تتداعى عليكم الأمم كما تداعت الأكلة على قصعتها. E hadithi vazhdon i gjatë. Vjen një kohë krej, dynjaja, miletet e botës, i gjuhen për mi jo muslimanve. Edhe ka përngjanë sikur se ku mërë një pjatë. Të në herë, kërë që një tepsi për para, ta shajmë një tepsi për para një tepsi, edhe sa në zani sofer, edhe dëmë dhe të nëzike një sofer, edhe tunë të njerëzit, ta më jatë që tepsina, ta vrararararararë se cëllë, ku të këqyshë hëngrën. Jënë tunë, shkaj, qatë shpejt që bujnë tërë me hëngrë. E pejgamberi për gjanë, këta që për hajnë, janë ymmetet e tjera. Kje që për hahet, këto janë muslimant, për të sëptohen e për hahen e për vdesin. Ta në sahabë ka thonë, ja Rasulullah, pësa?
Ne do të jemi aq pak ku të tjerë do të na shkatrojnë, do të luajnë me ne, do të na hajnë për së gjalli. Atë fjalorin ton, atë jo i një shumë, po e një se shku me ditit. Dhe kë vjen e zaman, e ko, pe i zemra të besimtarve Allahu o anëzirrat frigen që e kanë da jush. Ndërsa frigën është në juve në zemra. Jo, e dëni dynjan, nuk e dëni ahiret. E orrejni vdekje. Pra, ndryshon gjendja muslimanëve. Ndryshon. Kjo është një hadith e ka dhe shumë hadith e tjera të saklasin për fitnet të mëdha, të cilat spro dhe dy në fund zamanit. Dhe kjo është ajo që jam duke pa, dhe kjo është një pjesë asaj që ka marrë halen dekadat arshme nëse jena gjallë. E që dekadat pa thëmë se është, anë pëse është shumë dekadat. është periudhë gjatë dekadat. Çfarë ndryshimet më dhanë, botë do të ndodhin, sa gjaku do të ndodh. Ajo që është ndodhur në Evropë, në Ukrainë, kemi të sekta dhe më herët, ajo është i asaj që o kanë bërë duart e tyre. Dhe kjo është fillimi. Kjo është fillimi. Sepse një pjesë e madhe për ndërmorëve e besojnë Zotin, ama harrojnë se Zoti nuk e dorën zullumin. Sikur se plot zullumçarë për botë. Më thonë, më falë, besoj Zotin, po more, që është të besoj Zotin unë? Ja, për të s'po fletë. Dhe besoj Zotin, dhe prapë gjithë këtë zullum për banë, nuk pitutesh, por i është vërbue zemra, ka vënu pelhur, ka vënu sytë pelhur, nuk e shef vete çfarë krime të bë. Atë shumë krim bën, sa që mërgëzim me dalë dhe kundër Zotit ai. Ose dhe s'ka kur që anë bë më kur gjatë Zotin qiell. Ani. E Allahu afatizën shtyn. Shka thonë, shkarën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe yumhilu dhalime, hatta idha akhadhahu lam yuflithu. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله يشتون ظلم شارت يشتون derisa të vjen dakike momenti me ndëshku Allah. Ama kur ndëshkan Allah, nuk i lëshën gjallë, nuk i ikin Zotit. Dhe ka lezu këtë ajet kuranor, që se ka më hërë dhe ja kështu, është ndëshkimi Zotit të ndaj zullumçarëve, kur ai dën të ndëshkaj ata, vërtet ndëshkimi i tij është i vëmshëm dhe është i vështirë. Nuk ikin synit Zotit. Këtë gjak i fëmijëve që derët atje në Palestinë, a mendojnë që fotët dhe përëndimore që marrin pjesë drejt për së drejt apo mënyrën direkte se shkon hoq të i madhe Zot? Edhe nëse këtë arab të falin atë gjak, që arab të falin, se ka marrë pusin një pjesë madhe të tyne, e falin. E fale gjakën tënë, jo gjakën e vllaut tënë, e vllaut të tjerëve. Dhe s'kete drejt me falë gjakën e muslimanëve. Këthuj s'kam qatë bëj po, ama ta fali, nuk ta fali. Nuk ta harrej, se një gjakën e këtyne kriminelve tonë, të cilet ne derdhe njeve. Se mja falin aty. A kërkuan halalin? A kërkuan falje? A afruan shpagim familjeve që a kanë kallë zemrat për së gjalli edhe 60 vjetë, 70 me pas jetë që ta fëmijët vegjel, se ata vjetër në ketojnë dhe 70 tjera, me pas jetë dejnë vdekin, pamjen e krimi që kanë pa në babën e vetën, nanën e vetën, bijen e vetën, lanën e vetën, shokën e vetën, nuk e harran. Pse mja falin aty në gjakon? E dëshmorëve tanë? Gjakën të masakruarve tanë? Por Allah nuk e falë. Kam e ndëshku Allah. Keni me pa që bën Zot, ati kofshin falë, por këtu e në ligje Zotit, Allahu neve në drejtoft e në udhëzoft, e në bashkoft. Që ka me thonë Allah? Këtë e me gjatë është, tjepë më hapsirë. Po, dhe gjuzë.
Të dashur shikues, shkojmë në blog të shkurt marketingu, të rikthehemi prapë në studio. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj I parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webfaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne I kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem sërish në studion e emisionit Ta njohim të vërtetën, ku jemi drejt për drejt me të nderuarin profesor doktor Shevqet Krasniqi. E kemi telefonuesin që po pret, e inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhët. Do shta mja bo. A ka mundësi mi janë dalë zanin televizorit, lutna? Ose me ndru vendin me dalë dhumë tjetër? Po. Selam aleikum. Aleikum selam. Do shta mja bo hëgjës një pytje, unë jam të ufol, amo kur po këtë dëvti di e krejt, amo po gaboj kur po folna, nuk po mëj mi thonë dhe shka gyja po meret. E qartë. Që sa ke nisë më falë? Po ja kom nisë para Ramazanit. Tash, për fillimit e ke pasit vështërsi, apo të ka ardhë me kohë? Jo, në fillim jëm folë shumë mirë. 2 ditë, 3 ditë pak I kom bo do gabime, 3 ditë. Amo, tana jëm folë shumë mirë, kejti kom ditë. Aden edhe dëvët edhe s'kom gabu. Mas një këhe, dishka po më dyket, kur po folna, po më delë dishka për pora, kështu si katryre. Atë si bardh po më dyket, e kështu mjedis rrethi kështu bardh, a kështu si zi po më delë për pora dishka. Tani nësi peshra që po më delë për pora, unë tani po gaboj. S'po mëj mi thonë, as fjolt, as dëvt, as kur gjas po mëj, gaboj. Tani pja një se apet, amo një I thëmë 2-3 fjol, më hiket. Kur t'ja një se apet, që ashtu po më delë, tani në po harraj. Tani po tut në se di. E qartë, faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e Atër mirë, mirë. Allah I trujtë më tërë. Këtë sytje për shejtanit, këtë sytje për shejtanit, e cili përpjeket me të rëndu namazë. Për të mëse mërë nga zemrës të tepër, të mëse lëdhë pa mirët goja, mëse lëdhë. Sigur se insani kur habitet. Nëse habitesh, të e thonë në surën. Tash me të kap stres, kuku për mu habita, jo mërë, jo, janë një sapet për fillimit. Qëtë sau, për fillim një sapet. Namaz bëhat. Edhe thu. Dhe në fund. Ma dje dhe herë dytë nëse të dështon, të pështilët një sapet të rritë. Për shambull, lexuesten e Koranit, imamat të ndryshëm, në Qabe, Medine, në xhamia këtë botës, të se lexojnë bukur gjatë namaz, që unë kam përjetu 10 herë raste. Ja nisë për lexu Koranaj, edhe I hup. Ja kujtën dikush për mas, që habita se bjen me anë vetë, kthehet. Më nëhet me te kaluat pjesën ku ju ka pështil, s'mundet, kthehet apet, s'mundet, kthehet apet, kthehet halema më rapa. Mundohet, disa hapa me bët, disa herë, 3 herë, 5 herë, 7 herë, ndoshta më shumë, dere sa ta qëtë krejt. Sa rrinë heq, Allah bërë bjen ruku, vazhdo namazë dhe kërqë në rregull. Ama nuk ka nevoj me të kap stresi, me bët kap panika, kuko habita, gabova. Për njerëz jena na. Nejna njerëz. Gabimi kë nuk ka pasoja fatale. Gabimi pasoja fatale kanë shukale pilotat e një ndi, I cili në vëzitjen të aeroplanit, ndodhe një gabim ndimësi I pilotit, si mbas një eksperti, edhe rezultati shkon 250 veta. Ajo është gabim me pasojë fatale. Ndërsa nëse ti e hin provim, ose nëse ti e të shpjegon mësim, ose nëse ti e të marrë një fjalim,
ose nëse je edhe namaz para Zotit, nuk ke nevojë ti me marrë. Këthau apet. Andaj, mbajtja në kontroll emocioneve, e ndjenjave, është shumë e rëndësishme për njeriu në momentet të vështira, momentet veçanta. Po si patën kontroll emocionet, veç që në kratë përpjetë dhe më zden. Sen zden. Për Osmanin të thuhet, nuk është cek në librat fekut, po është transmetimi vërtet, a mësë ngjarë është cek. Osmani, radiallahu kalife muslimanëve, kur është hyp në hutben, kur është zgjedh kalife, se është zgjedhur kalife, ka qenë tradit me marrë një fjallë. Po sa dështë, kur zgjedhët e ja betimin, e ma një fjallin presidenti. Begi për zëto, do të bëj, ta qa bënd të tërsanë, për kërësorja e ma një fjallin. Kështë ka majtë Ebu Bekri, fjalli i pari ka qenë që ka majtë fjallim e Ebu Bekri, kur është zgjedhur kalife, ka majtë një fjallim që është i shënuar dhe i mbajtur mend dhe studiohet të mësohet, është i hartë, është diamant. Kështu kanë majtë të gjithë. Osmani kur e dalë, o ibn hutbe, se ka njësë elhamdulillahi rabbil alamin. Apo të këdhe njerë, elhamdulillahi rabbil alamin, se dhe lasë një fjallë më heqë. Se dhe lasë një fjallë. Edhe është drypo është, e la krejt. Tani këtë pjesë e kanë marrë ulemata hanefive se argument në hutbe se sa është minimumi që lejohet me thonë një hoxhe në hutbe për me qenë gjëmaja e pranuar, sa në hutbe tha këta. A nëpse që gjurëm si e therë, se gjurëm nuk është e vërtet, nuk është e sakt. Pra, ndodhe këto sene, po dhe të mbajt vetë vetën, në namaz, pa dash më zgjatë, apo më zgjeru. Mëse mërë nga zemrës këtë punë motër, cyt i shejtanit, thuje dal nga dal, këthedhe një herë, 2 herë, s'ka problem, me kohë te i kalen me emër të Zotit. Së dhe që tjetë, në të gjitha rastet namazë është i pranuar, është namazë shëndosh, sepse insani kërkohet për insanit, për muslimanit, me bëha të që ka mundet. Ti e bënë të që ka mundet, shkaq. Allah ma shumë nuk ngarkan. Allah ta letoft, po. E presim telefonatën e fundit. Selam aleikum. Selam aleikum, mirë se erdhët. Me sa duket telefonuesi është shkëput prej linjes, profesor një dëgjues thot jam i verbër, am lejohet me që dikën vedel për mun haq. Alo? A kemi telefonatën, e presim. Selam aleikum. Alo? Selam aleikum. Mirë se erdhët, urnëni. Selam aleikum. E kem një pyetje për hoxhën e nderuar. Po. Selam aleikum, mirë se erdhët. A jemi në lidhje të lutem? Po, veç. Alo? Alo? Po dëgjosh shumë mirë, veç largohu pak prej televizorit, lutna. E kom një pyetje për hoxhën. Po. Unë e kom qenë numre në dhjetor. Alo? Po dëgjosh shumë mirë, veç largohu pak prej televizorit edhe ngrite pak zonin. Po thom, kom qenë numre vitin e kalum. Po. Edhe kur e kemi bota vafin, ka njerë jemi në gut pak, a është gjëna me hec shpejt, apo duhet me një ritëm të caktum gjata vafit. E qartë. A ke dhe diçka tjetër? Alo? Po dëgjosh. Po, edhe namazet, kur na jesin për shembull për shkak të punës, që kemë obligime në punë, na iku namazet për arsyet ndryshme, atëherë a mujna me i falë para jacis, apo mas jacis cila është ma mirë? Nëse mujna me zonë, për shembull akshomi, nëse na ik e deri në kohë afër jacis, a është ma mirë me falë pak para jacis, a masit kryet jacia? E qartë, faleminderit shumë, natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Namazë pak para jacis është më rana në kohën e vetë, akshami pak para jacis është në kohën e vetë, do të falësh pa tjetër, pastaj më falë jacin.
Ke para. Dyta, lënia e namazave për arsye gjithmonë të justifikueshme. Justifikueshme kohëtim të plot, se harresa, gjumi, angazhimi në ndonjë punë madhështore, se punë e mjekut atje, ndonjë operacion apo mamis atje në lindje, apo shpëtuesve atje ndikon ndonjë zjarr, ndonjë fundosi, ndërse mbytje në ujë etj. Raste shumë emergjente. Nëse ikin më shumë se 4 namazet deri në 5, do të renditja është obligative deri në 5 namazet. Renditja është obligative. Se të bëhen 5 më shumë, obligative kanë për qëllim, nëse të ka ikë për shembull, sabahu, dreka, akşami, tash vjen yatsia, të nuk mundesh me falë yatsin të këto të tjerat. Yatsin do të më falë të një rast, nëse je me xhamat. Herën xhami me xhamat, bëhet kamet, do të më falë yatsin, të më nis me falë sabahun, drekën, akshamin, nëse të është kanik. Ose që të ka ikë aksham, ose të ka ikë akshami, jenë në xhami, jenë të bëj kamet ata. Atëherë do të më falë yatsin me xhamat. Mas yatsis, ku t'jap selam imamit që është, falë akşam 3 recate, që është prapë falë edhe në yatsin. Për shkak të renditjes. Për ndryshe, e falë një herë namazet që t'kanë ikur, pastaj namazën e kohës. Pyetja e parë për tavaf jemi ngut, tavaf në fakt dohet më ngut. 3 herët e para dohet më ngut më shumë. 4 herët e fundit me ecë normal. Po nëse ngutesh në të gjitha, nuk ka dërt, por nëse ecë ka dalë në të gjitha, nuk ka dërt, sepse krejt këtu janë sunet, e para dhe e dyta dhe shumë e rëndësishme, të imponohen gjanat të në tavaf. Nuk është tavaf e vetë yti, vetëm juaje. Kje vetëm juaje ka qenë, kur unë kam bërë tavafe, 76, 78, 9, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deri në prak luftës tonë, edhe mas luftës pak, ke mujtë me bërë tavaf me 3-4-50 veta, tavaf, pra do të rreshtë të bërë tavafën, ke pas hapësirë vetë, ndash me nga, ndash me hes, ndash kada kadal, ndërsa sot, është tjetër sepse është plët. Nuk mundesh ti me zgjedhat. Nuk mundesh me zgjedh. Andaj se që tjetë, tavafin ndash pe ndash kadal, më rëndësishme bërë tavafin, Allah e pas pranu ja Rabbi. Po. Përgjigjesh edhe pyetje se ati njëri verbër. Njëri verbër, ulemat kur kanë folë për personi i cili është i verbër, apo personi i cili është pakam, për shembull, kundet me hes, ka nevojë për ndim, s'ka nevojë për ndim, me kolit, s'ka nevojë për ndim, për dore si i verbëri, kanë thonë. Nëse personi i tillë me aftësi të kufizuara, ta quajmë kështu, bën me quaj ashtu, po me aftësi të kufizuara. Ka pasuri për me shku në haqë për vetën e vetë, sepse haqë ka kushte. Ka pasuri me shku në haqë, e kushte është për pas me qenë muslimani me shërritun e tjera, është edhe me qenë me pas pare, mundësi materiale. Nëse verbere, apo personi me aftësi të kufizuara, ka pasuri me bë haqën për veti, edhe ka pasuri me pagu haqën një shoqëruesi. Në këtë rast, i obligohet ati në haqën me shku për veti dhe me pagu një shoqërues. E që është një verberi, e që është kolice, e që është me të metat të ndryshme. Kjo, se mbas shumicës se ulemave, ndërta edhe Abu Jusufit edhe Muhamedit tek Hanefit. Ndërsa, nëse personi i tillë nuk ka pare për shoqërues, por ka pare vetëm për veti, ai kalon në opcionin B apo opcionin alternativën tjetër e qenë bedel dikend. Se mbasi Abu Hanifes, në të dy rastet, o pat pare për shoqërues, o nuk pat pare për shoqërues, por vetëm për veti, në të dy rastet ka të drejtë me që dikon bedel.
këtë dallimi. Ka të drejtë bedel. Si mbas mendimit pare që në shumica nuk ka të drejtë me që u bedel për deri sa ka mundësi me shku vetë dhe me paguë dikend që e shoqëron atë. Andaj, kështu edhe ne jepëm fetvan, kështu mendojmë, nëse i verbri, vllau i cili ka pyetur, apo motra, apo kështu do qoftë, ka para për vete me pagu haxhin, dhe me pagu dhe dikujna haxhin, ai do të me shku për veti edhe me paguë shoqëruesit haxhin. Amen. Allah të shpërbleft. Amen. Të dashur shikues, ju falenderojmë edhe juve që ishit bashkë me neve, tu shpresu që inshallah të takohemi sërish të martën tjetër. Zoti ju rujt e ju pas të amanet. Selam aleikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.